Bismillahirrahmanirrahim. Namazi teravive është një namaz vullnetar dhe se nuk është obligim për të falur. Është një sunet nga sunetet e të dërguarit e Allahut, Muhammedit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, i cili falet dhe praktikohet gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Sa i përket numrit të rekateve të këtij namazi, dietarët kanë divergjencën mes tyre. Dietarët kanë mos pajtimin mes tyre rreth numrit të rekateve të tij. Dhe ata janë ndarë në 4 mendime. Mendimi i parë thotë se namazi teravive falet me një numër prej 20 rekateve, dhe këtë mendim e posëdon xhumhuri, dhe xhumhuri është shumica e dietarëve, dhe shumicën e dietarëve këto e përbën medhhebi Hanefi, një mendim përbrenda medhhebit Maliki, medhhebi Shafi, por dhe Hambeli. Dhe sipas këtij mendimi kanë punuar edhe banorët e Mekës dhe shumica e vendeve tjera arabe. Mendimi i dytë thotë se numri i rekateve të namazit të teravive është 36. Dhe këtë mendim e posëdon medhhebi Maliki, dhe sipas këtij mendimi kanë punuar edhe banorët e asaj kohe, banorët e Medinës. E për këtë Daud ibn Qais thotë se i kam arritur banorët e Medinës në kohën e Omerit radiallahu anhu, të cilët e falnin namazin e teravive me një numër prej 36 rekateve, por edhe namazin e vitrit. Mendimi i tretë i dietarëve sa i përket numrit të rekateve të namazit të teravive thotë kështu: namazi teravive do të falet me një numër prej 11 rekateve së bashku me vitrin. Dhe këtë mendim e posëdojnë apo e kanë disa nga Hanefit, siç përmendet dhe siç potencohet tek libri Fathul Qadir, si dhe këtë mendim e mbështet edhe Imam Maliku rahimahullahu ta'ala. Këtë e transmeton Esaib ibn Yazid, i cili thotë se Omeri radiallahu anhu e urdhëroi Ubej ibn Ka'bin dhe Tamim ad-Dari që ata të dy t'i udhëheqnin njerëzit për në namazin e teravive me një numër prej 11 rekatësh. Mendimi i katërt i dietarëve rreth kësaj çështjeje është ky: dietarët kanë mendimin se teravit nuk kanë numër të caktuar, dhe këtë mendim e mbështet Ibn Taymija rahimahullahu ta'ala, si dhe e mbështet po ashtu Imam Shafiu rahimahullahu ta'ala, siç potencohet tek libri Ujalet al-Muhtaj. Mendimi më i saktë nga gjitha këto mendime është mendimi i tretë, dhe i cili thotë se numri i rekateve të teravive është 11, dhe këtë mendim, siç thash, e përkrahin disa nga Hanefit, si dhe është mendimi i Imam Malikut rahimahullahu ta'ala. Pra, sipas këtij mendimi, teravit falen me një numër për 11 rekateve, dhe nuk ka asgjë të keqe nëse shtohen rekate më shumë se sa ky numër. Dhe për këtë bazohemi në një hadith të transmetuar nga Abdullah ibn Umeri radiallahu anhuma, në cilin i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wa alihi wasallam kur u pyet për namazin e natës, tha namazi i natës është 2 nga 2. Para namazit e natës duhet falet 2 rekate, pastaj selami, pastaj 2 rekate tjera, dhe në këtë hadith bëhet e qartë forma e namazit dhe nuk bëhet e qartë sasia e tij. Pra, kemi të bëjmë me një vepër që është vepër vullnetare dhe nuk ka nevojë për polemika, nuk ka nevojë për përplasje, nuk ka nevojë për mos pajtime. Ai i cili dëshiron të falë teravi me një numër për 20 e ka të drejtën, ai i cili dëshiron të falë teravi me një numër për 36 e ka të drejtën po ashtu, ai i cili dëshiron të falë teravi me një numër për 11 rekate e ka të drejtën gjithashtu, dhe ai i cili dëshiron që teravit i tij të mos kenë numër të caktuar të rekateve, po ashtu e ka të drejtën. Çështja është shumë e gjerë, secili vepron atë që dëshiron dhe me atë për cilën ai pajtohet dhe është i kënaqur.